Ky emision mundësohet nga Përshëndetje shikues të dashur të Nxon, por I takohemi kështu edhe këtë të premte, s'mund të them mbrëma, sepse është akoma ditë. Do të mundohemi që përveç informimit sadopak edhe me ju argëtu, gati po fillon edhe sezona verore e në restorant Vera këtu në Durrës, duke që Vera ka fillu, siç e ka edhe emrin pra restorant Hotel Vera, ku kam derin me I falenderu për bashkëpunimin këtë herë, edhe se kush do t'jetë pjesë e rubrikës rrëfim e që do t'jetë para meje këtu për të sfiduar me shumë pyetje interesante, të paktën na ashtu I kemi vlerësu, do të kuptojmë në storjen e parë për sonte, por si që do randi, duhet me I falenderu ato që kujdesën për veshjen dhe dukjen time. Faleminderit shumë tu studio dhe Blerinën së këndshme dhe në anën tjetër Felicia Fashion që si gjithmonë është e papritueshme për të bërë zgjedhjen e duhur, sidomos tani që po fillon edhe sezona e verës. Shkojmë me Atalantën e bukur dhe do të rikthehemi përsëri në këtë ambient. Atalanta Kërçyku është një figurë e njohur publike shqiptare, e cila ka arritur sukses në disa fusha, përfshirë modelingun, arkitekturën dhe moderimin. Me 6 kurora misi, kombëtare dhe ndërkombëtare, ajo provoi televizionin edhe si prezantuese duke shkëlqyer dhe aty. Atalanta I drejtohet për herë të parë një media në Kosovë për të folur rreth angazhimeve të saj momentale. Jam përpjekur shumë që të jem larg këtij petku dhe kushdo që më njeh di se sa përpiqem unë që të kaloj. Normalisht dhe unë kam pasur ato çastet e mia në të cilat mund të them që u bëra pjesë e një vorbulle në të cilën edhe unë e kuptova që nuk isha Atalanta e vërtet, në cilën normalisht isha më dedikuar tek paraqitja e jashtme sesa tek kontenti që unë po përfaqësoja dhe vitet e fundit kam kaluar në ato që unë jam në të vërtetë që se kam gjetur dhe rati në stilin tim, ku jam fokusuar dhe në emisione që janë më serioze, pra që janë fix brandim dhe në paraqitje më dinjitoze televizive. Televizioni, siç po më pyesje, është një dashuri e kahershme e imja, një dashuri e cila është një pasion I miksuar me profesion, por mbi të gjitha është një lloj magjie, si vetëm ekrani dhe kushdo që është në ekran e di se sa është. Thënë troll që është një lloj addiction-i që nuk di si ta heqim. Ajo rrëfen se kontaktin me ekranin e pati prej vitit 2015 kur fitoi kurorën e parë të Missit. Kurse gjatë 2020 asaj lulëzoi karriera duke bërë kontratën e parë në Top Channel. Por a mendon ajo se ka ndryshuar televizioni për gjatë këtyre 5 viteve që ishte prezente aty? Kjo është një pyetje shumë e vënd, një pyetje në cilën unë vazhdimisht diskutoj me persona të cilët e kuptoj që I shqetëson kjo gjë. Kjo pyetje mua personalisht më shqetëson shumë. Televizioni shqiptar më vjen shumë keq të themi që ka kaluar në matë suksesi dhe matësit e suksesit tani më quhen klikimet. Unë do doja shumë që matësit e suksesit të ishin rëndësia që dhe mesazhi që një emision jep, pra jo vetëm mesazhe të tipit se sa shikueshmërinë ka, sepse nuk e di pse, por ne të gjithë po dëndemi drejt fast television. Si fast food është fast televisioni. Unë për sa kohë që të jem në ekrane, besomoni nuk do përlyem kurrë në gjëra të tilla, paktën në produksioni dhe autorsinë time. Jashtë ekranit, ajo përmendi projektin e ri që pritet ta lansojë për pak kohë. Nxum ka insistuar të di më tepër në lidhje me këtë format. Kam bërë Politikan Tigan, që ka qenë emisioni më I parë, një mix midis gatimit, kulinarisë dhe politikës në kohë zgjedhjeve. Emisioni dytë për cilën duke punuar dhe normalisht në të ardhmen uroj sa më shumë të tjerë dhe gjithmonë do të jenë me mesazhe shumë të forta
dhe me shumë rëndësi për rinin e cila na shikon dhe na shikon dhe si idhuj ekranesh. Por a ka konkurrencë të fortë mes personazheve të ekranit, kryesisht mes femrave prezantuesa? Nuk di që them më parë, janë, shiko, unë I kuptoj dhe e vë veten time në petkun e tyre, sepse normalisht edhe unë dua më të mirë për veten e time, pse mos e doj dikush më të mirë për veten e tij. Kështu që unë e kuptoj dhe e kuptoj dhe që edhe kur ti merr diçka dhe të urojnë, sado 100% nuk janë të lumtur për ty dhe është më së normale kjo gjë, sepse konkurenca në televizion është më e ashpra konkurencë ekziston në çdo lloj konkurrence nëpër botë. Ka konkurrencë kudo, që në kopësht jemi konkurrent, në shkollë, në shoqëri ka një konkurrencë. Të hershëm për televizioni ka fuqi më të madhe për të ndryshuar jetën dhe konkurenca është më e fortë. Ajo e jep një mesazh për audiencën kosovare. Jam shumë e lumtur që pata një ftesë, ende kam ftesa nga publiku kosovar, publiku shqiptar që jeton në Kosovë, për të thënë saktësisht, por më bëhet shumë qejf edhe për faktin që më thej që jam personazh që njihem, sepse unë sado mendoj që më shumë të njihem në Shqipëri. I përshëndes shumë dhe uroj që të jem sa më pranë në ekraneve të tyre dhe ju uroj sa më shumë fat, punë dhe kur mos dorëzohen të ndjekin ëndrat e tyre. Kur me asnjëri, edhe me të thënë gjithë bota jo, çau pra vazhdo aty. Përderisa Zoti ju ka ngjallur një ëndër dhe një dëshirë në shpirtin tuaj, beso mëni, nuk e keni rastisht në atë pikë. E ke për një arsye. Dhe ti duhet rrisht ta zbulosh. Dhe me të thënë bota jo, vazhdo. Zoti ta ka mbjellë shpirt për një arsye. Pikë. Mjaftueshëm folëm, tani është koha që Atalanta të sfidohet me blic pyetjet në zonë. Çdo parashikimi që unë e merja shumë për zemër dhe mbaj mend që jam shumë tip I prekshëm dhe qaja. Ndërsa tani bëj shaka dhe them tani qaj kur marr një kompliment dhe jo kur marr një ofendim. Më I dhimbshëm në kuadër ose moralisht kur të cënojnë moralin, ose në rastin kur të cënojnë tër dinjitetin tënd, tër punën, tër vitet e shkollës, të tipit që për shembull, ua pse ti ke mbaruar arkitekturë, ua pse ti ditë flasësh, edhe një moment unë qesh dhe e kaloj me sportivitet, por thellë të djeg, sepse ti e kupton që tërë ato vite shkollë, punë, mesatare të lartë e tjerë, dhe ti prap duhet të bindesh tjerë, por unë nuk jam këtu për të bindes kënd, unë jam këtu për të qenë unë, për të vazhduar jeta ime, puna ime dhe për sa kohë unë funksionoj, zyra ime funksionon, dhe jeta ime funksionon, unë e kam bindur tani më veten dhe nuk kam nevojë të bind kënd. Kjo është fakti që unë po kërkoj dhe po lëvroj gjithmonë në sfera të ndryshme. Ndoshta po të kisha ndenjur në sferë do isha bërë më e bajatshme ndoshta dhe më e konsumuar si personazh. Fakti ndoshta që unë kam lëvruar sa në një emision tjetër dhe gjithmonë ka qenë nga procesi sportiv, në Ediell, në Politikan Tigan, dancing, kam bërë Big Brother Radio viti që shkoj, që ishte një përvojë shumë e mirë për mua, që më zhvillosoi shumë në aftësinë të folur, por edhe I tregoj publikut që unë jam njëri që përballoj dhe live-in, që është kulmi të përballosh live-in, sidomos në radio, sepse radio I edhe më e papërgatitur se ç'mund të ndodhë, është për mua kulmi I gazetarisë dhe kulmi I televiziv. Showbizi nuk është se e kemi si në Hollywood, flasim të vërtetën, do doja shumë ta kishim, por se kemi, të tipit që ne nuk mund të dalim sepse duam bodyguard dhe nuk ka rëndësi, nuk funksionon tek ne kjo gjë. Ne jemi njerëz që dalim shumë thjesht, maksimumi jonë është që të I shohim, I lexojmë buzët, lexojmë shikimet, se si të flasin, ndoshta për mirë, ndoshta për keq, ndoshta habiten dhe thonë, por maksimumi këto janë. Nuk mund të themi që kemi ndonjë tysni të madh, presion të madh, asgjë më shumë se sa kaq, ose maksimumi që nuk mund të dalësh pa lyer, sepse fillon, kështu qen kërke ti. Unë njëri jam e lyer jam, kështu pa lyer jam kështu, ose kur nuk do të vishesh një ditë bukur, dhe unë kam një tip shumë thjesht, jam shumë easy going si person. Vesh një kostum, I fusi të kap me flokëve mu këtu, tuç. Edhe dal, motor, edhe nuk e vras mendjen për njëri. Edhe thonë, kjo është Alanda, dhe po, prit më shok se s'm ke pa me fustan. Ose e ke parasysh atë që thonë, çka këtë s'm ke pa në Instagram.
nuk mendoj që momentalisht është dikush që në flasë nga ana e moderatoreve që nuk do donte të prezantonte Big Brotherin. Ai është kulmi televiziv që ne shohim për nga audienca dhe për nga dëshira e një moderatori për të prekur majat. Ledion Liço. Është pafurç, por është ikonik. Është ikonik dhe ndoshta mua më ngjall një version të Atalantës që është ajo karizma. Ai ka shumë humor dhe ka dhe sarkazëm dhe di dhe ku të vë diktatin e tij në momentet kur ka nevojë për të. Pra, janë 2-3 cilësi që mua më ngjis me karakterin tim dhe unë e shoh të tillë vetëm tim në të ardhmen. Përpos këtij nga ana nëse më flasë për gjininë e kundërt, është Alketa Besi. Pra, një miks i tyre dyave, aspiroj të jem dhe unë. Dita që do të thuash Arbana. Edhe Arbana është normalisht, por e di pse e them Alketën, se e ka këtë zgjodha një përfaqësues nga të dyja, sepse e ka atë showgirl-ën. Edhe ndoshta nga Bjond Lëku, më ngjall pak Atalantën mua me faktin dhe larmishmërinë e emisioneve që bën emisione showbizi, është më e dedikuar edhe Arbana shumë e mirë, nuk e diskutoj, biles të dyja janë pothuajse si motrat njëra tjetrës. Showbizi dhe çdo gjë që ndodh në të nuk ka ashensor, ka gjithmonë shkallë. Dhe janë step by step. Kushdo që ngjitet me ashensor, është si atë meteoro që lëbyn fort dhe pastaj zhduket për një vit. Dhe përgjithsisht personazhe të tilla ne kemi bërë. Statusi im është nuk flas pa avokat. Me për telefonin, kërkoj që aty avokat t'i lak të steku. Se ta dini ju, kam 2 telefona dhe një në zyrë 3. Kush i treti? Të fundit ama, jo në bësh? Jo, të fundit, ke këto telefonët se ke i treti e kam të mamit, se kjo është që ka unë i kam darë. Njëri është personal, tjetëri është i punës ime të arkitekturës dhe tjetëri është publiku në cilën atët arkitekturë në publiku në përfshi për shembull numër gazetares të televizionit. Këtu ke Albina Zenelin dhe përposa Albinës, këto dy e kam bërë me pinë, keni personi që më ka marrë shtëpinë, po i mbuloj vetëm me emri, shtëpia Whisky, unë kam lënë një shtëpi me qera dhe më ka shkruar që të vish të marrë qera, që t'ja marrë, domethënë do pasurohen. Familjes time, prindërve të mi, por për cilët unë kam bërë një plan për t'i marrë në Tiranë, dhe kjo është tjera publike ndaj tyre që ato të vinë në Tiranë, sepse tani më kam bërë një shtëpi më të madhe dhe dua të jem me to, që të jetoj me to. Fakti që nuk kam pas kohë t'i takoja shpesh dhe pastaj vetvetes, fakti që ndonjëherë nga mëngjes deri në darkë dalim dhe përpos zyrës, ndjekjes punimeve arkitekture, takimeve për emisionin, sponsor dhe vinë në darkë dhe ndonjëherë jam e lodhur, njerëzit e depresionohen sepse duan rezultate të shpejta. Pra, e dyta është vetja. Edhe qeni tim. Mos përfshin, unë duhet t'i japi ditë nga jetët e mia. Pas prindërve, kuptohet. Unë një njeri që nuk pëlqen kafshët, unë nuk e besoj, ama i besoj shumë një kafshë që nuk e pëlqen një njeri. Albina, will you be my friend? Can I have your hand in a friendship? Ju thoni 5 më duket atje, por ne kemi 10 me ju, sepse mbi gjitha më dhe shumë lirshmëri, seriozisht, besoj dhe ti e ke kuptuar nga energjia ime dhe më bëri të mos jem e stukur, e stepur, e strukur diku dhe të jem shumë e lirshme. Dhe kisha kohë që si jepi intervista të tilla, sepse zakonisht janë gjithmonë me një tematikë dhe ti duhet vërvitesh e tematikës. Ndërsa kjo tematika isha unë. Dhe kam kohë që nuk jap të tilla.
Urojmë që t'ju ketë pëlqyer kjo intervistë nga super ambienti i hotel dhe restorant Vera në Durrës. Deri në një takim të radhës me Atalantën e bukur, ne i dëshirojmë asaj shumë suksesa.